Çfarë duhet të ndryshojmë ne në mentalitetin e pacientit shqiptar që ai mos shkojë në Turqi dhe në Dubai dhe të harxojë aq shumë para për një punë që me shumë kursim këtu në vendin e tij mund ta bëjë menjëherë. Mos ndoshta ne mjekët shqiptar nuk kemi taft apo nuk kemi teknologjinë e duhur për ta bërë këtë lloj shërbimi. Jo, Shqipëria në 10 vitet e fundit ka pësuar një rritje kolosale në fushën e stomatologjisë, edhe mund të them që është nivele shumë të larta europiane. Por ndoshta është fakti i marketingut agresiv të cilët klinikat jashtë kryejnë më shumë se sa ne. Ek-dent, doja t'i gjeja një kuptim, thash pse ek-dent, çdo të thotë. Atëherë, ek-dent nuk është thjesht një klinikë dentare. Para është një filozofi që nuk ka kompromis me cilësinë. Ka ndonjë korrelacion midis sëmundjeve të tjera që kemi në organizëm dhe higjienës orale? Që kemi një djalë që është 25 vjeç, vum re që diçka nuk shkonte me të. Edhe më pas rezultoi që ky pacient është diagnostikuar me leuqemi akute. Implantet zgjasin gjithë jetën apo ka një afat skadence? Në normalitet, shumë kompani e shfaqin atë që është për jetë. Kjo fushë kërkon talent apo është vullnet edhe punë sistematike? Talenti mjafton vetëm për të mbushur klinikën në fillim. Kur të vjen një konkurrent i madh, i cili të intimidon, njeriu mund të dorëzohet ose nëse konkurrenti i madh bën një lëvizje, ti mund të bësh një lëvizje më të madhe se ai dhe fundosesh. Në fakt juve çfarë bët? Luksi i një klinike apo metrat katror apo dritat e bukura, ne nuk duhet na tremi. Ne nuk quajmë asnjë pacient klient, por i quajmë gjithmonë pacient. Leksioni kush është këtu që do të mësojnë? Të gjithë kanë mundësi në këtë jetë. Edhe askush nuk duhet të ketë frikë për të provuar mundësinë e vet. I humbur është ai që nuk provon. Në një takim mes miq të përbashkët, Klevisi më tha që ka ardhur koha që t'i komunikoj disa gjëra nga përvoja shumë vjeçare që kam në fushën e stomatologjisë. Unë erdha dhe vizitova klinikën tënde tek Lakeview edhe u habita, thash çfarë përparimi dhe progresi është bërë në këtë fushë në drejtim të teknologjisë, të estetikës, të punës që ju bëni, edhe pastaj më pëlqeu shumë historia, se nëse përtej gjë së bukur që duket nuk ka një histori interesante për të servirur, atëherë biseda nuk vlen. Kështu që në këtë rast gjëja më interesante është si ti e ke nisur dhe si ke arritur këtu. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën, shkënaqësi të jem këtu me ju. E dyta, si e kemi nisur? E kemi nisur si çdo i ri që sapo mbaron fakultetin, me dëshirën e madhe për të punuar edhe për të qenë dikush në jetë. Unë kam pas fatin më të madh në jetë që bashkë me mua të ketë qenë dhe bashkëshortja ime, e cila më ka ndjek hap pas hapi në këtë rrugtim, edhe bashkë të dy me mundimet e kohës patjetër, ja kemi mendoj që deri diku ja kemi dalur për të qenë të dy bashkë në një sfidë që bën diferencën në treg. Ek-dent, doja t'i gjeja një kuptim, thash pse ek-dent, çdo të thotë. Atëherë, ek-dent nuk është thjesht një klinikë dentare. Para është një filozofi që nuk ka kompromis me cilësinë. Kjo për arsye sepse aty brenda në ato dy iniciale janë 3 gjenerata. Prindrit e mi, unë me bashkëshortën edhe fëmijët e mi. Edhe i madh përdor shpesh një shprehje, o bëj mirë o mos e bëj fare. Kështu që derisa ne kemi nisur këtë gjë dhe kemi dëshirë ta vazhdojmë me shpresën e Zotit, pa ndikuar tek fëmijët tanë, por që do Zoti e trashëgojmë këtë si punë edhe vazhdojmë përpara atë çka ne kemi nisur. Klevis Lamç është doktori që kam sot dhe është një nga doktorët më të mirë në 3 fusha, është kirurg, implantolog, gjithashtu është klinike specializuar në estetikën dentare dhe patjetër në ortodonsi që është më shumë specialiteti i bashkëshortes tuaj. Ju jeni dy partnerë në jetë dhe në punë që keni bashkuar forcat për të bërë një brand suksesi. Në bisedën e parë që patëm, kishim një diskutim, ti më the që unë nuk orientohem drejt turizmit dentar, po drejt pacientëve lokal, edhe shqetësimi më i madh që kam është mbi vlerësimi që u bëhet klinikave të huaja. Shqiptarët shpeshherë shkojnë dhe marrin këtë shërbim në vende si Turqia, si Dubai, ndërkohë që ne kemi gjithçka perfekt këtu në Tiranë. Apo në Cëri ku është studio juaj e parë dentare. Faktikisht është një problem i cili është hasur sepse kur shikon këto faqe të këtyre personazheve tuaj, mirëve, kolegëve tan, duke i respektuar, shef që ka edhe pacientë shqiptarë të cilët kanë shkuar, kanë kontaktuar apo kanë kryer edhe punë atje. Edhe është një pyetje e çuditshme. Mos ndoshta ne mjekët shqiptarë nuk kemi taft apo nuk kemi teknologjinë e duhur për ta bërë këtë lloj shërbimi? Jo, Shqipëria në 10 vitet e fundit ka pësuar një rritje kolosale në fushën e stomatologjisë. Edhe mund të them që është nivele shumë të larta europiane. Nuk mungon teknologjia, nuk mungon stafi, janë shumica të kualifikuar edhe arrin rezultate perfekte. Por ndoshta është fakti i marketingut agresiv të cilët klinikat jashtë kryejnë më shumë se sa ne. Çfarë duhet të ndryshojmë ne në mentalitetin e pacientit shqiptar që ai mos shkojë në Turqi dhe në Dubai dhe të harxojë aq shumë para për një punë që me shumë kursim këtu në vendin e tij mund ta bëjë menjëherë. Cilat janë avantazhet? Për shembull, ju më thatë që kur vendosni provizorët, kur bëni kozmetikën dentare, i vendosni
vendosni një nga një. Megjithëse kjo ka më shumë punë, nuk vendosni atë provizorin për 10 dëmbët e parë që është si protezë dhe e bezdisur që mbahet gati një javë. Pastaj laboratori është këtu për çdo korrigjim. Dhe nuk e di cilat janë avantazhet e tjera që përfitojnë përveç çmimit shumë më konkurrues këtu lokalisht. Kemi një risi tjetër në klinikën tonë që kemi hapur laborator, çka na mundson që me një skanim të thjeshtë të dhëmbëve të përparuar apo qoftë të implanteve për një kohë shumë të shkurtër arrim të krijojmë provizor shumë shpejt me rreth një orë e pak kohë, duke vendosur pacientit tek dhëmbët, çka i ofron komoditet. Plus ka dhe mundësin të ambientohet me këto dhëmbë edhe t'i vlerësoj duke bërë edhe kërkesa nëse do ketë nevojë për ndryshime, por dhëmbë definitiv. Duke marrë të gjitha referencat nga pacienti post provizor, që ne lëm disa ditë për të qëndruar me provizor për të parë ambientimin e gjitha me radhë, ne arrim të krijojmë një ide më të qartë se çfarë kërkon pacienti edhe si mund ta ndihmojmë ne për të arritur rezultatet maksimale. Sa kohë na duhet neve nga dita që marrim provizorët, pra mbasi i kemi zvogluar dhëmbët, i kemi gryer, kur bëhen klëfët dhe pastaj kur bëhen vetëm facetat, që janë facetat për ata që nuk e dinë janë si thonjt që vendosen apo jo, si tipsat e thonjve. Si tipsat e thonjve, deri në momentin e vendosjes të dhëmbit final që është prodhuar në laboratorin tuaj brenda studios. Dy mënyra. Mënyra më e thjeshtë është koha më e shpejtë që mund të kryhet ky proces është një javë. Ditën e parë pacienti pasi është kuruar me karies apo me pastrimin e gurzave dhe higjienën dentare të bërë mirë, vendoset bëhet përgatitja e dhëmbëve, e cila kryhet për një orë apo 2 orë, aq sa është nevojshme në bazë të lodhjes së pacientit. Më pas pacienti relaksohet pak në klinikë duke pritur provizorët, të cilat montohen brenda orës parë apo maksimumi deri në 2 orë, dhe pastaj largohet. Pacienti pastaj kalon në klinikë për të parë këto detajet e provizorëve, se si janë rehabilituar mishrat, nëse kemi nevojë për një riskanim të gojës së pacientit apo nëse kemi nevojë për të bërë ndryshime estetike. Po me gingivat punoni me lazer që të zmadhoni për shembull vendin folen ku do të vijë dhëmbi i ri? Pikërisht. Ka dy mënyra. Një mënyrë bëhet përgatitja e gingivave përpara ose bëhet në të njëjtën kohë që bëhet përgatitja e dhëmbëve edhe vendosja e provizorëve. Domethënë një mund bëhet paraprakisht para se të përgatiten dhëmbët, ose mënyra e dytë bëhet gjatë përgatitjes së dhëmbëve, edhe me anë të provizorëve ne kondicionojmë gingivat, të cilat na sjellin rezultatin që ne duam në fund. Pastaj nëse do përdorësh lazer, do përdorësh elektrobisuri apo bisuri të thjeshtë, ajo është në bazë të rastit. Si e diferencon mes klinikave të tjera Egdentin? Shumë klinika dentare kanë në Tiranë, shumë informacion, të gjithë bëjnë marketingun e tyre. Pse duhet pacienti të besoj klinikën tuaj e cila ka 3 pika, një në Cërik, një në Elbasan dhe një në Tiranë? Po. Ju e keni nisur pikërisht me Cërikun dhe i keni shërbyer një zonë periferike të qytetit Elbasanit. Dhe ajo zonë ju shërbeu si klinika facielse për të zgjeruar aktivitetin me 3 klinika të tjera, një në qendër të Elbasanit dhe një në qendër të kryeqytetit Tiranës. Si u mbrit këtu? Sa vite punë janë dashur? Sa sakrifica? Çfarë kujton nga fillesat? Atëherë ka qenë shumë e vështirë. Në normalitet ne kemi filluar në 11 prill të 2009-s. Tashmë paga shumë 17 vite eksperiencë bashkë me time shoqe. Ime shoqe në atë kohë ka qenë asistente lektore tek Universiteti UFO, edhe të dy bashkë vendosëm që të shkëputeshim nga Tirana, unë që punoja në një mjek goxhat një orë të asaj kohe. Kur ne vendosëm të ktheheshim në Gosim dhe të hapim të klinikën, ne menduam të krijonim standarde në shërbimin dentar. Duke filluar nga higjiena e para, duke filluar nga steriliteti i instrumentave dentare, të cilat nuk njiheshin në ato zona, fatkeqësisht, edhe duke krijuar shërbimin kartel, të cilat klinikat nuk e kishin fare, duke krijuar atë përkujdesin e pacientit, duke telefonuar, duke pyetur si është, edhe duke interesuar për çdo lloj detaji të smundjeve që ato mund të kenë pasur, të problemeve shëndetësore që ato mund të ketë pasur, edhe duke i zgjidhur problemet e tyre. Dhe gjëja më e bukur që më ke thënë takimin e parë është që juve nuk çonit apo delegonit tek homologët tuaj të kolegë në qytetin e Elbasanit pacientët e zonës, por madje vinin nga Elbasani në klinikën tuaj për të marrë shërbimet e Atëherë, është një histori shumë e lezetshme që kam pas një mjek italian që më ka ndihmuar, mjek dhe laborant në një kohë, më ka ndihmuar në 2014 duke më thënë që Klevis, unë kam qenë gjithmonë tipi ndrojtur, kur i shikoja kompleksohesha. Edhe fati i mirë është që mbasi takova këtë mikun tim italian, më thotë Klevis, ti duhet të sjellësh pacientin në Gosim. Nuk e pse kompleksohesh kaq shumë duke menduar se jo po këta kanë klinika më të mira. Ti duhet ta bësh atë një oazë. Fati i mirë është që mbasi kishim punuar ne bëm një klinikë të re me teknologji inovative, edhe ndodhi që shumë pacientë nga Elbasani apo jo vetëm nga Elbasani, por nga Ceriku, nga Gramshi, nga Berati, nga Lushnja, nga Fieri,
kanë ardhur edhe vazhdojnë sot e kësaj dite të kurohen në atë klinik. Edhe ajo klinik na ka ndihmuar shumë, ka qenë një suport i madh për klinikën e Elbasanit, ndërkohë që ka qenë një suport i madh për të ngritur dhe klinikën e Tiranës. Kur të vjen një konkurrent i madh, i cili të intimidon, njeriu mund të dorëzohet ose nëse konkurrenti i madh bën një lëvizje, ti mund të bësh një lëvizje më të madhe se ai dhe fundosësh. Në fakt juve çfarë bët? Atëherë, në realitet kur patëm këtë konkurrentin e madh që na erdhi përballë, duke dëgjuar zërat e njerëzve, me të drejtën edhe pak u trembëm. Por më pas u mobilizuam bashkë me bashkëshorten edhe vendosëm që të bëjmë një hap tjetër. Ne ja dalim, nuk kemi kaq vite eksperiencë, kemi pas kaq besim tek këto pacient. Nuk kemi pse trembim nga kjo gjë. Luksi i një klinike apo metrat katror apo dritat e bukura, ne nuk duhet na trembim, sepse ne punojmë me duart tona, me mendjen tonë, me sinqeritetin tonë dhe me zemrën tonë. Ne nuk quajmë asnjë pacient klient, por i quajmë gjithmonë pacient. Derisa ne kujdesemi për këto pacient, pse duhet kemi frikë? Pastaj gjithë pacientët janë të lirë ta provojnë. Gjithkush mund të ketë një eksperiencë. Më pas do shohin, do bëjnë një diferencim. U mobilizuam me pjesën e parave, vendosëm që të bënim një sfidë të dytë. Hapëm një klinikë tjetër në Elbasan. Klinika e Elbasanit normalisht kishte vështirësitë e veta fillimisht sepse ishin pak orë, por me riorganizimin e një stafi të mirë dhe falenderues ndaj atyre, ne arritëm të krijonim një stabilitet edhe në Elbasan dhe Ngostim, e cila u bë një urlitse edhe për të kaluar në Tiranë, u bë një trampolin. Leksioni kush është këtu që do të mësojnë ata që janë më të rinj, më të vegjël dhe gjithmonë përballë mund të kenë gjigant biznesi, emra të konsoliduar, njerëz me shumë përvojë, me emër dhe me lavdinë e një brendi që mund të ketë shumë vite. Çfarë do t'i thojë atyre të rinjve që nuk duhet të dorëzohen, po duhet të vazhdojnë ndjekin fillin e tyre të dritës? Të gjithë kanë mundësi në këtë jetë. Edhe askush nuk duhet të ketë frikë për provuar mundësinë e vet. I humbur është ai që nuk provon. Sepse në momentin e parë që nuk provon do të thotë që ti s'e ke idenë nëse do ja dalësh apo jo. Kështu që gjithçka duhet provuar. Patjetër, duke menduar mirë, duke bërë plane, duke qenë plane konkrete, plane biznesit mirëfillta, që ti t'ja dalësh, edhe duke i shtrirë këmbët sa ke organin. Se ndryshe pastaj mund të bësh autogol. Të bën autogol. Gjë që një pjesë e mirë e kanë bërë këtë autogol, duke bërë më shumë se s'kan pas mundësi. Vendimet gabuara, vendime kështu të pa filtruara mirë, të pasitura. Vendimet pasitura, ai që bën vendimet pasitura apo vendimet të marra nga inati është gjithmonë i humbur. Kështu që çdo gjë duhet mirë menduar me qetësi. Edhe pika kyçe është të mos jesh ai që thua që unë di edhe unë bëj, por të marrësh gjithkohës mendimin e njeriu që ke në krah. Në momentin e parë që ke marrë mendimin e njeriu që ke në krah dhe ke konsoliduar atë mendim dhe keni vendosur bashkë, nuk ka askush të ndali. Është pak dhe esenca jote kjo që nëse dikush është një shkallë më lart se ti duhet të shkosh përsëri një shkallë më lart se kjo shkalla që të ka bërë konkurrencë, të ka sfiduar. Kjo ka të bëjë me egon dhe me kërkesën që ka njeriu për veten apo jo. Kam të dashurën shumë të zonjën, do shkoj tek frekuenca e saj. Energjisë, kompetencës, aftësisë. Konkurrenti është më i mirë, unë do bëj një hap që të jem gjithashtu shumë i mirë dhe pak më i mirë më vonë pas përvojës dhe viteve. Njeriu do ta sfidoj veten apo jo nga një shkallë në tjetrën. Po çfarë kuptimi ka jeta? Për çfarë po jetojmë? Thjesht për ngrënë. Jeta ka kuptim që ti të arrish deri diku. Ti je dikush që të mbahesh mend. Se ndryshe nuk ka të bëjë fare me anën ekonomike. Ka të bëjë që ti duhet të jesh një individ i respektuar nga njerëzit edhe që të kujtohesh nga njerëzit. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Ka ndonjë korrelacion midis sëmundjeve të tjera që kemi në organizëm dhe higjienës orale? Po patjetër që ka. Mikrobioma e gojës është një habitat ideal për nuk e di se sa miliona baktera. Në gjithë pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje sistemike shfaqen në kavitetin oral. Dhe një dentist i mirë, një mjek i mirë mund të arrijë të parandalojë sëmundjet që të shkojnë në gjendje të rëndë. Mund të tregoj një rast konkret që kemi një djalë që është fatkeqësi për të, është 25 vjeç, është paraqitur në klinikën tonë para 3-4 javësh, diçka e tillë, edhe duke ekzaminuar vum re që diçka nuk shkonte me të. E sugjeruam që të bënte analiza komplete të gjakut, edhe të bënte një konsult me hematologun. Edhe më pas rezultoi që ky pacient është diagnostikuar me leuqemi akute. Çfarë votre juve që arritët që pikërisht tek harta e gojës të shikoni diçka që kishte laceracione të gingivave në kuadratin e parë. Pash forma e lezionit ishte atillë që bënte për të shqetësuar. E studiuam rastin, menduam se ai pacient duhet të kontrollohej nga mjekët specialist. Edhe rezultoi që ishte fatale për atë djalë. Nëse do të na duhej që të bënim një edukim të audiencës shqiptare për shëndetin oral, për shëndetin e gojës. Halitozi ose aroma e keqe e gojës është një problem shqetësues. Ka një ndryshim cilësor? Është
mjaftueshëm e informuar sot shoqëria shqiptare që të ketë kujdes me higjienën orale? Është shumë shqetësues në fakt që dikush të mos vi aromë të mirë. Dhe kur origjina është goja, çfarë mund të bëhet? Cilat janë problemet kryesore dhe si mund të kurohen ato dhe çfarë duhet bëjnë në ritualin e vet të pastërtisë dhe higjienës personale çdo person që ka nevojë të ketë pak më shumë njohuri nga ky podcast sot? Atëherë, fatmirësisht në vitet e fundit, pjesa e higjienës orale është ka avancuar goxha. Edhe sot mendoj që 1% shumë e vogël nuk bën një kujdesi për higjienën orale. Por rregullat kryesore janë 3. Shlarja e mirë e dhëmbëve me rotacion, duke rrotulluar furçën, duke mos bërë presion te gingivat. Furça klasike apo furça elektrike është më e mirë? Furça klasike. Unë jam më shumë për furçën klasike. Mjafton të jetë butë, mos jetë shumë e ashpër, sepse njerëzit mendojnë që duke pas një furçë të fortë, mendojnë se i lajnë dhëmbët më mirë, por realisht janë duke bërë një dëm shumë të madh te pjesa e gingivave. Mos përdorimi gjithmonë i pasave zbardhuese, për arsye sepse ideja që me pas dëm të bardhë nuk është dashje e mirë, për faktin sepse ajo që zbardh dhëmbët ka disa kimikate të cilat veprojnë në smalte dhe smalti dëmtohet aq më tepër më shumë. Përshëndrimi më i madh i baktereve është midis dhëmbëve në sulkusin gingivar. Çka do të thotë që nëse ato nuk pastrohen mirë, do thotë që depozita e baktereve vazhdon akoma të aty. Kështu që sot fatmirësisht ka disa metoda për të pastruar. Është flosi që është më e thjeshta, janë pajisjet Waterpik apo hidropulsorë, të cilat shërbejnë për të futur në këto zona të cilat furça nuk arrin dot ti pastroj. Kështu që duke bërë këtë ritualin me flos apo me hidropulsor apo Waterpik si quhet, ne arrin të kemi një higjinë të shëndetshme. Por jo gjithmonë aroma e gojës vjen nga pjesa e kavitetit oral. Gjëja e tretë e rëndësishme është që shumë pak besoj që e kanë në kulturë është pastrimi i gjuhës. Me furçën dhëmbëve. Me furçën dhëmbëve. Është qesharake kur ja thua pacientit shko se duhet pastrosh edhe gjuhën, sepse mendojmë gjuha. Unë laj dhëmbët. Po duhet pastruar edhe gjuha sepse gjuha ka mikrokavitete në të cilat mund të depozitohen mbetjet e ushqimeve apo edhe mikrobe. Një herë në 6 muaj minimalisht duhet shkojmë tek dentisti të bëjmë higjienizimin oral? Po, higjienizmin oral. Minimalisht bëjmë pastrimin e gurzave, bëjmë air profin, që heqim të gjitha cipat, plus në fund fare pastaj bëhet dhe fluorizimi për të mbrojtur dhëmbët pas komplet seancës, komplet higjienizimit. Por në fakt aroma e keqe e gojës nuk ka lidhje vetëm me dhëmbët dhe me gingivat. Aroma e keqe e gojës nuk vjen vetëm nga pjesa e kavitetit oral, por vjen edhe nga mos funksionimi i stomakut apo i rrugëve të frymarrjes apo edhe mëlçisë. Domethënë kur juve zgjidhni gjithë problemet që kanë lidhje me gojën dhe shikoni që përsëri problemi nuk zgjidhet, adresoni pacientin të bëjë analizat e përgjithshme për të kuptuar nga është origjina e këtij shqetësimi, ëh? Atëherë, deri diku është e thjeshtë për ta përcaktuar, nëse i vjen nga stomaku apo i vjen nga pjesa e bajameve apo i vjen nga pjesa e mëlçisë, më deri diku është e thjeshtë për të përcaktuar situata, sepse normalisht nëse një pacient vjen dhe ka një higjenë të mirë, ju e shikoni që nuk ka as cipa apo bëhet një provë me betadinë dhe nuk ke depozit të mikrobeve, është shumë e thjeshtë për ta përcaktuar. Kur është një pacient i cili ka shumë probleme, depozitime, karjes, ura të vjetra, patjetër që fillojmë kurojmë të gjitha këto, pastaj kalojmë tek pjesa e dërgimit të pacientit në specialistin e duhur. Beson te këto larjet e dhëmbëve me sot buke me limon, këto pastat që bëhen në mënyrë kështu artizanale ta quaj, që bëhen edhe në kushte shtëpie apo? Është pak e çuditshme, por një pjesë funksionojnë. Për shembull, kur janë gingivat e inflamuara dhe i bën një shprehje me sot buke, qetësohen goxha. Edhe në normalitet derisa qetësohen, pavarësisht se ne mund të themi pacientit shikoj se kjo nuk funksionon, duhet marrësh medikamente, duhet marrësh antibiotikun apo shkarsin e gojës, mund të funksionon sot bukës. Edhe nuk kemi se i themi jo. Apo për zbardhje për shembull që përdorin limonin. Në realitet ai limoni dëmton goxha dhëmbët. Por pacienti thotë mund po funksionon, derisa pacienti është i kënaqur me atë pjesë. Nuk e mos kush të parandaloj. Kam dëshirë të analizojmë bashkë tani disa nga shprehjet më të bukura frazologjike shqiptare që përmbajnë fjalën dhëmb. Gjua shkon ku dhem dhëmbi. Po sepse gjua fal dhe gjua vret. E normalisht prandaj gjua shkon aty ku ti me anë komunikimit, me anë gjuhës mund të vrasësh dikë, po mund të falësh dikë, por mund edhe të japësh një lajm të mirë dikujt. Bën një përballje dhëmb për dhëmb. Në rastet kur përballja është askush nuk të riqet. Edhe secili djep atë çka ai mendon. Edhe kjo është një përballje dhëmb për dhëmb. Ara kanë plot shqiptarët, po s'kan dhëmb për t'i kafshuar. Është një fatkeqësi e madhe sepse Shqipëria realisht duke krahasuar me gjithë shtetet e tjera që na rrethojnë ka bukurinë natyrore të thella. Aty ku ka detin ka dhe malin, aty ku bie bor mund bësh edhe plazh. Nuk ka gjithçka, ka liçene, ka gjithçka, edhe Shqipërinë ti mund ta bësh për 4 orë. Problemi është se ne nuk kemi punuar aq shumë për ta bërë Shqipërinë të tillë. Shqipëria duhet të ishte pika më turistike në Europë,
do të ishte më atraktive nga gjitha. Me shpresën e Zotit që do ja arrim një ditë të jemi në vendet në destinacionet më të kërkuara. Handbook po dhëm nuk ka. Çdo, nuk shijon asgjë. Dhëm ke, po s'ke shëndet. Ke pasuri, po s'ke shëndet, apo jo? Po. Është si një shprehje që ka dalë në Reels që thotë dikujt do t'jap një $10 milion. Edhe këtu po, okay, faleminderit shumë, por duhet të vdesësh nesër. Po ç'i dua. Eksakt. Dhëmbi prishur prish gjithë gojën, një lloj si molla prishur që prish gjithë shportën. Si kurse edhe një huj shtrembur të thashë prish gjithë gardin. Ajo është normale. Ndonjëherë duhet të tërhiqesh që të sakrifikohen të tjerët. Por luma që e kupton. Një e keq e vogël mund të shëmbi gjithë mirë në fakt. Patjetër që po. Dhëmbi që nuk kafshon nuk dhëmb. Patjetër. Ajo që nuk të prek drejt për drejt nuk shkakton dhimbje. Nuk shkakton dhimbje. Por duhet të kesh kujdes në këtë rast. Sepse mund të vazhdoj atë lëndimin nga vash nga poshtë. Dhe mund të jetë më i madh se ai kafshimi. Kur del fjala nga dhëmballa, e merr vesh e gjithë mahalla. Patjetër, sepse kur je 1 je 1, kur je 2 nuk je më 2, bëhesh 11. Edhe kur je 3 shkon 111. Kështu që çfarë ke private, mos i thuaj botës shiko, mbaj sekretin, mos e thuaj fare. Atëherë kam mësuar edhe rrethim shoqëror që neve gëzimet i mbajnë për vete. Po ashtu edhe hidhërimet i mbaj për vete, sepse nuk ka pse ta marrë vesh kush. Nëse unë jam i dhruar apo jam i gëzuar. Po varet nga natyra e njerëzve, se ka njerëz që duan ta ndajnë dhe dhimbjen dhe gëzimin me të tjerë, thjesht nuk e mbajnë, kanë një mënyrë për të channeling thot ajo. Vajza që kanë patur të ftuar këtu që ti ke nevojë që energji të ikë nga ty dhe të kaloj diku tjetër dhe ti ke nevojë të marrësh një informacion brapsht ose për të gëzuar më tepër ose për të shkarkuar diçka nga dhimbja jote. Po, i mat më thot gjithmonë që sa jam i lodhur, më thot fol me mua se ndoshta shkarkohesh, lirohesh. Është një mekanizëm për ty anti-stres ky apo të pëlqen të mbyllesh vetvete dhe të flasësh me veten tënde? Atëherë varet për çfarë problemesh ti duke folur, sepse jo gjithmonë ai që ti je duke folur të arrin të kupton problemin që ke. Sepse kohë të ndryshme ka probleme të ndryshme. Kështu që nëse do të flasësh me dikë, duhet të kesh parasysh edhe të masësh një uri që ai ka dhe eksperiencën që ai ka. Se kjo është shumë e rëndësishme. Të flasim pak për implantet që janë fusha juaj. Implantet zgjasin gjithë jetën apo kanë një afat skadence? Implanti është ideuar për të qenë zonësuesi më i mirë i dhëmbëve. Në normalitet shumë kompani shfaqin atë që është për jetë. Patjetër që implant mund të shkoj shumë vite në gojë, mbi 25 vjet un kam parë implante, edhe 30 vjet kam parë implante. Implanti im parë që un kam vendosur ka qenë bashkë me një kirurg në vitet e hershme, ka gati 19 vjet që ka qenë me shoqe. Implanti i parë që un kam parë ka 19 vjet që ka atë implant në gojë. Patjetër që varet nga shumë faktorë, nga kompania e implanteve, nga mënyra e inserimit të implantit, nga komponestika protetike që ti vendosësh dhëmbin sipër, por që një implant është ideuar për të qëndruar shumë vite në gojë. Nëse kujdesesh për të, patjetër që qëndron, nëse jo, atëherë do të dështoj. Pasi vendoset implanti dhe vendoset edhe dhëmbi mbi implant kurora, cila është distanca e rekomanduar kohore midis vendosjes së implantit dhe vendosjes së dhëmbit final? Ka dy sisteme. Ne më shumë preferojmë sistemet me karikim imediat. Çka do të thotë që më njëherë pasi kemi vendosur implantin, preferojmë në zonat frontale, në zonat estetike të montojmë edhe dhëmbin provizor direkt. Edhe pasi kanë kaluar 3 deri në 4 muaj në zonat me kockë të shëndetshme, ne mund të vendosim definitivin. Ndërsa në zonat posteriore, në cilat noftën e sipër me kockat janë me densitet më të lartë, preferojmë 4 deri në 6 muaj për të montuar dhëmbin. Ka ndodhur me një njeriu tim të afërm që i notonte implantin në kockën e sipërme dhe i çau dhe i dëmtoi sinusin maksilar. Kjo ndodhi sepse në kohën që u bë ndërhyrja, kishte inflamacion këtu. Sa kujdes duhet të kenë mjekët pasi bëjnë një ndërhyrje që lidhet me gojen, po dhe kur bëjnë një ndërhyrje hunde për shembull, kur bëjnë pjesën e rimodelimit hundës, rinoplastikën, që të mos kemi një infeksion aktiv në gojë, sepse kjo ka pasoja vërtet kërcënuese për jetën e njerëz, është gjithë pjesa e sinusit maksilar që shkon infeksioni direkt në tru. Atëherë jo, nuk është aq e rëndë situata. Në rastet e të dy këto raste që kanë pasur afër në rrethin tim kanë qenë raste gati fatale. Atëherë, sot në këtë ditë që ne flasim, të gjithë klinikat, ato që merren kirurgji kanë në klinikat e tyre kanë radiografi panoramike 3D, në të cilat ne paraprakisht para se të bëjmë ndërhyrje, bëjmë një projekt të mirëfillt se ku do inserohet implanti edhe çfarë lloj implanti do inserojmë në bazë të rastit. Por ka dhe raste që ne bëjmë ngritje të sinusit. Për shkak të heqjeve, baza sinuzale bie edhe humb nivelin kockor. Për të rritur këtë nivel ne bëjmë rigjenerime ose ngritje sinusi. Në këtë rast, patjetër që duhet të jetë një higjenë maksimale edhe mjeku që duhet të bëjë këtë ndërhyrje duhet të jetë i përgatitur edhe ta njohë mirë këtë pjesë të ngritjes së sinusit. Kur kemi shkrirje të kockës,
Çfarë preferoni juve? Kock sintetike Atëherë ka apo disa kompani. kock që merret nga një pjesë tjetër e trupit edhe vendoset? Atëherë në bazë të rastit ne vendosim se çfarë duhet bëjmë. Janë vetëm ka shumë teknika të ndryshme për pjesën e rigjenerativës. Ka teknika të cilat kryhen me kocka sintetike, janë të ndryshme, kompani të ndryshme edhe tipe të ndryshme kockash, por ka dhe raste kur ne kemi dëmtime masive në zonën frontale, që zona estetike, në të cilat ne kemi të nevojshme për të marrë pllaka kockore në pjesë tjera të trupit që kryesisht merren në zonat posteriore, në poshtme, apo qoftë në zonën e mentumit, të cilat kanë kock me bollik që ne mund të marrim një pjesë hua për të rindërtuar dëmin që kemi bërë. Nuk ka gjë më të tmerrshme në jetë se sa të ndjesh dhimbje. Dhimbjet fizike kanë zgjidhje, ato shpirtërore më pak. Tani për këto dhimbjet fizike, kur njeriu vendos një implant, cila është zgjidhja më e mirë? Cilët janë antidolorifikantët, antidhimbjet më të mira që mund të përdoren përveç ibuprofenit që e njohim? Atëherë, kush tha që ka dhimbje kur vendoset një implant? Se kur vendoset një implant i thjesht nuk ka dhimbje fare. Kështu më kanë thënë që. As pak. Jo, ha? Jo. Teknologjia ka ndryshuar, koha ka ndryshuar, mjekët janë më të përgatitur. Një implant e parë vendoset nga 3 deri në 5 minuta. Mund ta bësh me hapje, mund ta bësh edhe pa hapje. Mund ta bësh me kirurgji të guiduar, çka do të thotë që ti s'ke nevojë të bësh as sutur, të bësh as çdo gjë. Mund ta vendosësh dhëmbin direkt brenda 24 orëve maksimale, por ato që kanë laboratorin brenda mund ta bëjnë brenda 3 orëve. Bën implantin, vendos dhëmbin. Implanti nuk ka dhimbje dashur, sepse implanti inserohet në kock. Dhe kocka nuk ka një nervim mjaftueshëm që shkaktojë dhimbje. Dhimbjet shkaktohen nga pjesa e gingivave. Çka do të thotë që nëse pacienti nuk është i kujdesshëm dhe traumatizon gingivat, atëherë po I fillon dhimbja. Gjithë pacientët tanë, 99% e rasteve nuk kemi pacientë që tankohen për dhimbje post ndërhyrjeve që janë masive, me ekstraksione seriale apo me ngritje sinusesh masive, por në këto raste kemi gjithë një zgjidhje. Injektojmë medikamentet e duhur paraprakisht para ndërhyrjes edhe post ndërhyrje, të cilët e mbajnë pacientin të qetë brenda 24 orëve të para. Nga momenti që ka kaluar 24 orë i parë, pacienti nuk ndjen absolutisht asnjë gjë më. Dëmi më I madh që ndjen një pacient është bezdisja e fijeve, sepse I lëvizim I gjuhë. Me patjetër që I dhëmb. Cili është materiali më I mirë I implanteve që përdorni sot në klinikën tuaj? Atëherë titan grada e 4 apo e 5 janë implantet kryesisht që përdoren aktualisht. Ne kemi disa kompani që aplikojmë në klinikën tonë në bazë të rastit, patjetër që Straumann është kompania më prestigjioze e implanteve. Tashmë kemi mbi 8 vjet që e përdorim. Gjithashtu kemi edhe 3 kompani të tjera të cilat I përdorim sipas rastit dhe sipas buxhetit të pacientit. Anestezia. Keni një anestezist përpara një ndërhyrje apo ju vet? Jo, s'ka nevojë. Po të keni një rast komplikimi, një tatikardi, një ankth, një atak paniku, çfarë bëni? Unë kam pasur një sekuencë të kësaj natyre për një situatë që pata me dhëmbin, si duket u injektua pak më shumë se ç'duhet. Jo. Thjesht ka qenë situata juaj për momentin. Jo, si ishte fare situata, jo, unë isha njëri normal, fare I qetë. Edhe pata një gjendje kështu të tmerrshme që mund të ndodhi në momentet që bëhet inserimi I agës, mund të kapi një nga venat, edhe përçimi I adrenalinës bëhet pak më shpejt dhe të fillon të jep një takikardi. Edhe pastaj kalon në atak panik apo në një situatë jo shumë komode, por me pak oksigjen, me aparaturën e oksigjenit, e oksigjenon pacientin janë 2 minuta dhe arrit të marrë veten. Ne mund ta përdorim anestezistin vetëm në rastet kur kemi ndërhyrje të mëdha masive, në të cilët pacientët kanë një shëndet komprometuar dhe patjetër që anestezisti qëndron në klinikë, por në rutinën e përditshme nuk është nevojshme të përdorësh anestezistin. Sepse me një anestezi lokale ti mund të kryesh procese shumë masive. Kjo fushë kërkon talent apo është vullnet edhe punë sistematike, edhe shumë dije, trajnime, panajire, leximi vazhdueshëm për teknikat e reja të avancuara, sepse teknologjia zhvlerëson gjithçka që kemi ditur përpara ca kohësh. Nuk zhvlerëson gjithçka, po sjell gjithmonë metoda dhe produkte të reja. Talenti mjafton vetëm për të mbushur klinikën në fillim. Ndërsa për besueshmëria do vullnet, do disiplinë, edhe do goxha punë, duke ndjekur trajnime, duke punuar, duke provuar, edhe duke pasur qoftë edhe dështime që të mësosh për të arritur në suksese. Fitoni shumë para juve dentistët? Se duket si një biznes që lulëzon si kërpudhat në çdo vend. Vetëm Tirana nuk e di, nuk kam një shifër statistikore, po di që në pak metra ti shikon shumë klinika. Duhet jetë biznes fitim prurës. Dhe çudia është që jo të gjithë zgjedhin të punojnë tek dikush apo të bëjnë partnership me dikë që ka fuqi më të madhe ekonomike, po të gjithë marrin një apartament apo një dhomë të vogël me qira, 2 aparatura dhe nisin punën
individualisht. Atë shqiptarëve kanë ngel në mendje që më mirë të kishin zanat sa të kishin profesion të lirë. Sepse zanati zot lej pa buk. Kam dëgjuar diku një shprehje në një emision televizion shqiptare që thoshte që vajza ime më mirë të bëhet një dentiste, të mbushi 2 në ditë dhe di që do jetoj se sa të bëhet gazetare apo aktore që do presi rrogën. Kështu që kjo është një përcjellje që është transmetuar fëmijëve shqiptar ndër vite. Edhe prandaj mendoj që të gjithë këto të rinj sot mendojnë të bëhen dentist duke menduar që është hapur te turizmi dentar edhe ka prurje nga shumë shtetet e Europës, edhe mendojnë që të gjithë do punojnë edhe do kenë mundësi në jetë. Kështu që kjo është një arsye mendoj. Çfarë të jep më shumë kënaqësi në këtë profesion? Buzëqeshja e pacientit dhe përshafimi që ai të bën në fund. Domethënë kur një pacient unë mundohem ta shoh pacientin në sy kur i tregoj rezultatin final. Në momentin e parë që pacienti ka një shkëlqim në sy, atëherë unë jam njeriu më i lumtur në botë. Në momentin e parë që pacienti bën një reagim jo fort komod, atëherë është sikur më ka vrarë njëri. Vite më parë kur ishit shumë të rinj në fillesat tuaja, tentuat Amerikën dhe pastaj rikthyet në Shqipëri dhe that në Shqipëri e kemi atë destinin tonë dhe aty do ta bëjmë jetën, biznesin, punën dhe gjithçka. Mendon që është zgjedhje e mirë që keni qëndruar në Shqipëri ndërkohë që profesioni juaj është një nga profesionet që ka emigruar më shumë në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Gjermania është një nga vendet kryesore ku dentistët shkojnë për të punuar me argumentin që paguhen dhe vlerësohen shumë më shumë. Juve ndërkohë që keni bërë këtë zgjedhje dhe keni 3 klinika, zotroni 3 klinika të suksesshme me orare të plot në të gjitha disiplinat dentare. Çfarë mesazhi keni për dentistët e rinj, për këtë brez të ri, stomatologësh që po krijohet? Atëherë, ne kemi një shprehje të vjetër shqiptare që thuhet guri rënd në vendin e vet. Të gjithë kemi tentuar të ikim në Amerikë, në Itali edhe në Gjermani. Gjithë kemi pasur ëndrat tona të ikim se do gjejmë një botë më të bukur. Po ku ka më bukur sa vendi jot? Ku ti ngrihesh në mëngjes, ngjon shqip, përshëndet shqip. A është e vështirë ana ekonomike? Po, ka qenë. Por po shohim për ditë që Tirana po lulëzon, është plot me të huaj. Edhe jo vetëm Tirana, edhe qytetet e tjera po ringrihen. Çfarë mund bëjmë ne jashtë më shumë se mund ta bëjmë këtu? Dhe pse mos e bëjmë këtu atë që ne mund bënim jashtë? Nëse flasim për anën ekonomike, edhe në Shqipëri ai që punon fort mund të arrijë atë anën ekonomike që mund marrë jashtë. Sepse aty jashtë ka qira, ka taksa, ka atë 70%. Ndërkohë që këtu ne jepin disa mundësi më të mira për të arritur suksesin. Kështu që unë mendoj që askush nuk ka nevojë të largohet nga Shqipëria për të qëndruar këtu. Atëherë këtë podcast le ta quajmë The Albanian Dream. Është The American Dream, por në fakt është dhe ëndra shqiptare. Vendi ku ne kemi zgjedhur që të qëndrojmë, punojmë, të bëjmë sukseset, sfidat tona çdo ditë, edhe unë jam shumë e lumtur që kam krijuar Inspire, një dritare për shqiptar me zemër të bukur, me mendime të mira, po dhe për të huaj që do vinë dhe do flasin në Shqipëri për arritjet e tyre. Është kënaqësia ime të isha bashkë me ju këtu, edhe të ndani mendimet me njëri tjetrin. Ju falenderoj. Sa më shumë vizita tek Ek Dent, edhe për shkak të Inspire që tani e din që ju jeni edhe në kryeqytet. Faleminderit shumë.